Këtu në Gurlur nuk ke as doktor, as mamije, as elektrikist, as shekajaj. Qa shke funi? Të të falë, so unë jam të kërkue ato që kërkohen. Po. Këtu në Gurlur, vetëm shka i kom ba unë, 74 vjeç, që e din këtë gjuhë lus, me kamaleca, ma e shtilove. Ti rregullon? Unë. Ti elektricisti? Shqish në 77-ën, e mrapa, unë jam elektricisti i pa rrëg i katunit Gurlur. E dita, dentist jo. Ambulancë jo. Shkoll ka? Shkoll jo. Po ku qënë fëmijë tu? A ka fëmijë Jo. për shkollë tu? Me edhem një të malë, o që im 2 vita që shke shpaljote, unë prap, i keshti që jam u shtu. Ti bën dhe dentisti? Po, i kam në këtë veglat. Unë jam dentisti privat. Që e ka gërën modja magjarve. Polazhe, jo privat, se privat. Pra ti i bën gjitha? Po, po. Që nga çobani e deri ke... Çoban me lop, elektricist, dentist, Universal është. krejt i kam. Lumë fshati që t'ka, a? Një fshati si më kam unë. Sa banor kanë betë në fshat, Atë vate? banorë fshat kemi ngelu nja 4-5 shpi. 5 shtëpi kanë betë, a? Po. Nga 180 sa kanë qënë? Kanë ngel jetemat, ato që janë të varfun, kanë ngel këtu në fshat Gurlur. Kurse zekenat kanë hikun. Ata që patën mundësi. Po, muhajgjerët kanë hikun. Ato si në hasin muhajgjer, lajkun, e rajnë kërë pa vetë, janë Gurlur. Po si jetoni pa asë një lloj shërbimi? Pa drit, pa mullaj, pa gjame, pa laur bila. Në jetëm që puna arushove në shpella. Janë disa familje Ka që shllafa kanë jam të marrë thonë. shtëpia. Një minutë. Po, po. Janë kthy Na jemi me të drejtën kena nuk vedor as shtet, as privat.